Presidentja Vjosa Osmani po vazhdon qëndrimin e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo mori pjesë në panelin Sistemi Global i Refugjatëve dhe Azilit, çfarë shkoi keq dhe si të rregullohet, e organizuar nga qeveria amerikane. Se çfarë tha e para e shtetit të Kosovës atje, e mësojmë bashkë. Unë kam qenë refugjate dhe ashtu si që ndjenin të gjithë njerëzit e Kosovës, dora ndihmëse kombeve të mëdha të vogla, e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, na qëndruan pranë orët tona më të errta. Sot mund të them se dëmi më i madh për refugjatët e vërtet është abuzimi i këtij sistemi, abuzimi i sistemit nga organizatat kriminale, në fakt nga bandat kriminale në mbar botën, të cilat kanë shfrytzuar boshllëqët e sistemit për të bërë miliona për veten, duke dëmtuar civilët, qytetarët e zakonshëm dhe refugjatët e vërtet që ka nevojë për mbrojtjen që ofron sistemi global i mbrojtjes. Ajo çfarë të gjithë ne e pam si përfundim është se pikërisht migrimi i paligjshëm duhet sfiduar në mënyrë që të mbrohet dhe të ruhet integriteti i atyre që janë kërkues të strehimit të lehtëshëm, i atyre që janë migrantë të rregullt, të cilët i respektojnë rregullat dhe respektojnë ligjen. Me president